Ne jemi këtu në mes të Europës qysh në agimin e korave. Ne jemi ndër popujt më të vjetër të këtij kontinenti. Ne na e ka caktuar Zoti, ne na e ka shkruar fati ynë që t'jemi këtu. Dhe me zakon ne kemi qenë dhe jemi europian. Por nga ana tjetër ne kemi qenë dhe ende jemi të huaj për Europën. Dhe kjo është arsyeja pse ne, unë, ju, të gjithë ne së bashku jemi të vendosur që ta vazhdojmë përpjekjen tonë, sepse ne duam t'i japim fund statusit të huajit në mes të Europës dhe t'i japim Shqipërisë dhe fëmijëve të saj statusin e qytetarisë së barabartë e europiane. Motra dhe vëllezër, mund të flisja shumë gjatë për çfarë kemi bërë për Fierin. Mund të flisja shumë gjatë për se si një qytet, një bashki tërësisht e braktisur dhe harruar si Roskoveci është bërë një shëmbëltyr krenarie për mirëqeverisjen dhe për transformimin e jetës së një komuniteti të tërë. Mund të flisja shumë gjatë se si ne jemi përpjekur dhe se sa shumë kemi bërë për gjithë të qark, edhe për Mallakastrën o Patosin, pa diskutim për Lushqen dhe për Divjakën, por të gjitha këto ju i dini, të gjitha këto ju i prekni, të gjitha këto ju kanë sjellë edhe në këtë shesh, sepse janë të gjitha këto që ju kanë mbushur me besimin për të vazhduar këtë rrugë, edhe më të shumt, edhe më të bashkuar së bashku. Prandaj sot unë nuk dua t'ju flas për këto. Sot unë dua t'i drejtohem barrës tuaj, barrës suaj të madhe, si kryeqyteti i socialistëve. Dua t'i drejtohem përgjegjësisë tuaj të madhe, si qendra e gravitetit të partisë tonë. Nga ku duhet të shpërndahet në të gjithë qarkun dhe në të gjithë Shqipërinë fryma e papërmbajtshme e një fitore të papar deri më sot. Sepse Partia Socialiste mund të ketë bërë shumë gabime qysh në lindjet e saj. Partia Socialiste në rrugën e saj nuk ka qenë e përsosur. Por Partia Socialiste ka dy gjëra që asnjë parti tjetër nuk i thot dot se i ka. E para, kjo është partia më e madhe e shqiptarëve. E dyta, kjo parti qysh se ka hedhur hapin e parë në jetë nuk e ka të cënuar kur interesin kombëtar. Kjo është forca e interesit kombëtar. Kjo është forca më kuqezi e Shqipërisë.